që pra nuk ka ndonjë kufizim rreth asaj se cila parti mund të propozojë mandatarin e dytë. Sa i përket mandatarit të parë, është e qartë që i takon vetëm partisë së parë, që ka dalë para në zgjedhje. Sa i përket mandatarit të dytë, mundet edhe i fundit me marrë me propozim, përderisa ka argumente se ka gjasa për të krijuar shumicë. Tani lidhur me atë se cilat janë kriteret, ato nuk janë të përcaktuara në kushtetut. Ato janë lënë në diskrecion të presidentes. Por, në rastin konkret, por edhe për secilin president paraprak, obligimi i gjykatës kushtetuese është që presidencia duhet të bëjë çmos për të evituar zgjedhje. Dhe mu do të më duhet ta dëshmoj që u kam bërë çmos për të evituar zgjedhje. Kushtetuta në 95 parasheh mandatarin e parë, parasheh mandatarin e dytë, e lejon diskrecion presidentes të vendosë kujt do t'ja jap mandatin e dytë, thuhet natyrisht edhe në kushtetutë dhe në gjykimet e gjykatës kushtetuese që fjala është për mandatar tjetër, është citim i këtyre dokumenteve. Mirë po, unë nuk mund të paragjykoj se me çfarë propozimi do të vijë lëvizja dhe vendosje dhe a do të vijë me propozim apo jo, sepse sot thjesht u kërkuar për një takim tjetër të radhës, i cili gjithsesi është brenda afateve kushtetuese, sepse për këtë konsultim ne kemi kohë deri në 5 nëntor. Pra nuk jemi jashtë afateve, por jemi brenda realizimit të obligimit kushtetues për të bërë çmos për eliminimin e zgjedhjeve si mundësi.